Partia Demokratike vijon strategjinë e kundërshtimit ligjor të rezultatit të zgjedhjeve të 11 majit, ku Partia Socialiste fitoi mandatin e 4 qeverisës, me një mazhorancë prej 83 deputetësh sipas të dhënave nga KQZ. Koalicioni i drejtuar nga Sali Berisha kërkoi përsëritje të votimeve në qarqet Vlorë, Korçë dhe Gjirokastër, me kërkesa të ndara, kur rendit ato që i cilëson si fakte të farsës elektorale. Së pari, në të 3 dokumentet theksohet përdorimi i administratës publike nga partia në pushtet. Opozita ngre pretendime se punonjësit janë përfshirë në takime dhe fushat elektorale në favor për Partinë Socialiste, një problem që sipas tyre është ngritur dhe nga OSBE Odir. Demokratët gjithashtu ngren pikpyetje dhe për rezultatin e dalë nga burgu i grave në qarkun Korçë, duke cilësuar një koreografi perfekte. Ata shprehen në dokument se rezultati 36 vota PS dhe 0 partitë e tjera vën të ngrihen dyshime nëse ka patur presion nga drejtuesit e burgut. Në qarkun e Gjirokastrës, Partia Demokratike ngre pretendime se qytetarët merrnin pjesë në takimet elektorale të forcës politike fituese për shkak të frikës dhe presioneve, ndërsa gjithashtu akuzojnë se janë intimiduar dhe kandidatët e së djathtëve. Ndryshe duket qarku i Vlorës, ku dyshojnë se me anë të favoreve monetare apo nëpërmjet përfitimeve të tjera, PS ka kërkuar voton. Madje shprehen se opozita i ka faktuar me prova, duke i denoncuar dhe nëpërmjet mediave. Punësimet në administratën publike sipas tyre janë një prej metodave kryesore të përdorura nga mazhoranca. Për të 3 qarqet, ngrihen dyshime sipas të djathtëve sa i përket dhe votës së diasporës, teksa e kanë cilësuar si një dështim total. Opozita thekson se kanë prova të mjaftueshme dhe deklarata nga emigrantët, që faktojnë sipas tyre se posta nuk ka bërë punën e saj në mënyrë korrekte dhe prandaj kërkojnë ripërsëritje. Kryedemokrati Sali Berisha ka paralajmëruar kundërshtimin ligjor të rezultatit në të 12 qarqet.